إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا مرشد له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم فلندرoj prej ti falë dhe ndim kërkoj dëshmoj se nuk I takon adhurime askujt me drejt përveç Allahut dhe se Muhamedi është rob dhe I dërguar I tij paqja dhe mëshira Allah qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që I përcjellin me të mira deri ditën e Kiametit. S'ka dyshim që çdo njeri prej neve gabon, sepse gabimi është natyrë e njeriut. Jo vetëm se natyrë e njeriut që të gabojë një herë, po I bie në gjunoh dhe bie në gabime shpeshherë. Mirë po, ajo që duhet me pas parasysh se cili prej neve është që gabimi mos të vazhdoj, edhe mos të këmbgul në gabim, po të mundohet ta korrigjoj dhe ta përmirësojat. Përmirësimi, korrigjimi I gabimeve është prej dashamirësisë në fe. Çdo musliman e ka për obligim të I korrigjoj dhe të I përmirësoj gabimet. Qofshin gabimet personale, apo qofshin edhe gabimet e tjerëve. Qofshin gabime kundrejt familjes, kundrejt shoqërisë, apo në vendin dhe rrethin ai ku jeton. Normalisht që gabimet vlerësohen sipas Kuranit dhe Sunetit, e jo sipas logjikës, epsheve dhe tekave tona. Sepse nëse ne I vlerësojmë ashtu gabimet, atëherë padyshim që do të ndodhë gabim më I madh. Për shkak se njëri mund që të gabojë vlerësimin e gabimit edhe pastaj shkaktojë edhe dëm më të madh. Qëllimi, synimi është që gabimi të zbehet, gabimi të largohet, gabimi të zbutet, nëse ka mundësi edhe krejtësisht të shqyrrënjosit. Normalisht çdo herë edukatori, këtë rast prindi, mësuesi, hoxha, pavarësisht ai I cili këshillon, duhet me pas parasysh një realitet. Se ne si njerëz kemi tmeta dhe po ashtu harrojmë, kemi shkujdesje, do thotë gaflet, dhe po ashtu kemi cilësi tjera të cilët janë pandashme prej neve. Ato janë me neve deri kur ne e japim amanetin ditën e fundit. Munden që zbuten me kohë, me mësim, me përvojë, me dije, megjithatë nuk largon krejtësisht. E çdo herë duhet me pas parasysh këtë realitet, sepse kjo të ndihmon për mirësimin e gabimit. Kur e njeh realitetin e një gjëje, është shumë më e lehtë që të korrigjohet dhe të përmirësohet. Edhe njeriu, kur njeriu e njeh tabiatin e tij, e di realitetin e tij, dhe di se si mund që bisedosh me të, ose si mund që ai të kishte pasëron këtë gjuna dhe këtë gabim, atëherë është shumë më lehtë edhe përmirësimi. Muhammed ibn al-Munkadir thotë që një ditë prej ditëve Xhabiri radhiyallahu anhu ka qenë duke u falë në xhami. Dhe veshën që e ka pas ka qenë një petk që e ka pas të lidhur për qafe, dhe ndërkohë hyn një njeri dhe kur e shef duke u falë ashtu, I thotë, po falësh me një petk, kurse petku në tjetër rroba tjera I ke pranë teje. Çfarë I tha Muhammed ibn al-Munkadir? Çfarë I tha Xhabiri radhiyallahu anhu? I tha, prita që me ardh një ahmak, një mendjelet si ti, edhe me mi thonë këto fjalë, dhe unë mi tregu atij se në kohën e pejgamberit Allahut azza xhel nuk e kemi pas dy pol rroba për me u falë. Ky lloj mësimi që dha Xhabiri, qëllimi I tij ishte që atij t'i mësoj dhe të ngjashmit me të, I cili e sheh, duke u falë në atë formë t'i tregoj atij që qëllimi është të mbulot avreti. Dhe se në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk ka pasën veshje sikurse që kemi ne sot, I ke 10 palë, 20 palë, edhe nuk di se çka vesh. Atëherë nuk kanë pas një rrobë. Çatë rrobe kanë vesh. E I tha që ne në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk kemi pas. E këtë që po e shef është mësim për ty dhe ngjashëm me ty që në tërmën ta kuptojnë se si duhet për me u falë dhe si lejohet për me u falë dhe nëse e shef dikën a duhesh për me u kundërshtu apo jo. Prandaj dhe thash që vlerësimi bëhet çdo herë sipas Kuranit dhe Sunetit dhe po ashtu edhe forma e këshillimit dhe forma e edukimit çdo herë duhet që të jetë mësuesa të rregullave të fesë. Edukata islame burimin e ka hyjnor, edukata njerëzore burimin e ka njerëzor. Duhet ta kuptojmë një realitet. Kush do që është, çfarë do pozite që ka në aspektin e edukimit, dhe që është edukator I njohur dhe me përvojë dhe është me eksperiencë dhe është ekspert fushën e tij.
çdo edukat e cila është njerëzore në tek ka mundësi me pas gabime. Për shkak se janë teori që më vonë zbatohen, shikohet a është e drejtë apo jo, pastaj përmirësohen. Te edukata islame nuk ka tillë. Edukata islame është hyjnore. E ka burimin prej Kuranit dhe Suneti, dhe ajo që ka ardhur është tërësisht e drejtë dhe saktë dhe nuk ka të lëshime apo nuk ka të gabime. Çdo herë që gabimi është i madh dhe sado që gabimi të bëhet më i madh, aq më shumë duhet që të kujdesi më i madh. Kujdesi jon për atë gabim. Për shkak se kur gabimi rritet, edhe kujdesi duhet që të më i madh. Prandaj pejgamberi sa çdo herë i jepte prioritet gabimeve që ishin besim, që ishin në akide, kundrejt gabimeve që ishin sjellje dhe që ishin moral. Normalisht edhe ato i përmirësonte. Mirë po, u jepte prioritet dhe çdo herë kishin përparësi ato gabime që kishin bëjnë me besimin e muslimanit. Kur ndroi jetë Ibrahimi, i biri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atë ditë u zot dielli. Ndodhi eklipsi. Njerëzit menduan që kjo ndodhi për shkak vdekjes së Ibrahimit. Pastaj pejgamberi sa kur e kuptoi e përmirësoi këtë bindje dhe ju tha atyre që eklipsi i diellit dhe i hënës nuk ndodh për vdekjen apo për ngjalljen e ndokujt. Po normalisht këto janë shenja prej shenjave të Allahut azza wa jall, që Allahu i frikson robërit e tij nëpërmjet këtyre shenja dhe dëshiron për me tregu madhështinë e tij se sa i fuqishëm që është Allahu azza wa jall, me qëllim që robi ta kuptojë dhe ti kthehet Allahu azza wa jall. Prandaj tha pejgamberi nëse e shihni eklipsin e diellit dhe hënës, atëherë bëni namaz, do thot faluni dhe luquni Allahut azza wa jall. Po ashtu kur njëri i tha pejgamberit tha çfarë do Allahu dhe do ti, pejgamberi e përmirësoi dhe korrigjoi. I tha jo. Tha ti më bëre të barabart me Allahun, po thuaj çfarë do vesh Allahu azza wa jall. Për shkak se dëshira e Allahut është e jo dëshira e Allahut dhe e imja, mundesh me thon çfarë do Allahu e pastaj ti po, ama jo çfarë do ti dhe çfarë do Allahu, për shkak se kështu e barazon krijuesin bashkë me krijesën. Një prej parimeve ose kriterëve të rëndësishme në shërimin e problemeve, korrigjimin e tyre dhe korrigjimin e gabimeve, është duhet me pas parasysh çdo herë pozitën dhe autoritetin e njeriu. Nuk janë njerëzit e njëjtë, s'ka mundësi me qenë i vjetëri me triun, s'ka mundësi me qenë i njëjtë prindi me fëmijën, krahasim do thot me dikë tjetër ta përmirësoj gabimin e tij, ose mësuesi me nxënësin, ose i vjetëri i cili është më i vjetër me dikë i cili është pak më i ri, ose i afërmi me atë i cili është më larg, ai i cili ka autoritet dhe ka prestizh, padyshim që ka më privilegj në korrigjimin të disa persona në krahasim me disa tjerë. Këtë realitet e gjen shpeshherë jetëshkrimin e pejgamberit. Pejgamberi e dinte mirë pozitën e tij dhe e dinte mirë pozitën e tij në zemrat e njerëzve. Prandaj edhe korrigjimi i tij ka qenë ndryshe në krahasim me korrigjimet e tjerëve që kanë ardhur pas tij. Po flas për sahabët edhe gjeneratat e mëvonshme, se ajo që e ka bën nganjëherë pejgamberi, nëse e vepron dikush tjetër, atëherë mund që ndodh problem. Një prej rasteve të tilla është rasti ku e tregon Jaish ibn Tikhfa al-Ghafari për babën e tij, thot ka qenë musafir te pejgamberi dhe ka flet atë ka bujtë ai dhe ka flet te vendi ku kanë qenë enkas për ata të ngratit, për ata të mjedh që nuk kanë pas ushqim dhe nuk kanë pas vend strehim, janë sterhuar në atë vend te xhamia e pejgamberit. Ndërkohë natën del pejgamberi ti vizitojë, ti shikojë ata, edhe e shef këtë sahabi i shtrirë në bark. Dhe kur e shef pejgamberin i bie në bark. Do thot i bie me këmbë në bark, po jo sikur se na mendojmë mshu me lon njërin pa frim. Qëllimi është me prek. E ka prek ta zgjoje ti tregoja atij, do thot që çu, edhe çfarë i tha? Çfarë i tha atij? Tha mos u shtri në këtë mënyrë, sepse këtë mënyrë të shtrirjes e urren Allahu azza wa jall. Sipas një transmetimi i tha që kjo mënyrë e shtrirjes është forma e shtrirjes së banorëve të xhenemit. Nëse ti sot e shef një njeri në xhami, edhe vjen natën edhe i bie ti në bark, edhe ashtu flet, ti apo mendon se ai ka për muçu, edhe ka për me dëgju dhe po ka për me respektu këshillën tënde që ti kur thoj ai çu, ti mu çu, ti i thuaj hik, as mos më afro, lëm fli, edhe i thu çu, mos bën bark, është problem. Mirë po kur e vepron një gjë të tillë, kur ke autoritet dhe kur ke do të thot pozit,
E në këtë rast, ata njerëzit që kanë autoritet dhe kanë pozitë, korrigjimin e kanë shumë më të lehtë se sa disa tjerë të cilët nuk kanë autoritet, edhe nuk munden do thot të arrijnë deri te përmirësimi, bile përkundrazi. Ata mund që të shkaktojnë edhe më shumë gabim. Prandaj ai i cili ka autoritet dhe e di që fjala e tij i shkon, atëherë shumë më lehtë e ka që t'i bëjë disa baraspesha në aspektin e korrigjimeve të gabimeve dhe disi si për me vlerësu dhe çështjen e përmirësimit të gabimit. E jona çdo herë, edhe çdo herë që thirrim dhe Islami është ai i cili nxit, është që rrënjoset çdo ves prej shpirtit që njeriu e posedon dhe të mbjedhet te ai çdo vlerë. Nëse mbjedh vlerë edhe largon ves, atëherë ti ke arrit një çështje shumë të rëndësishme, shumë e madhe. Shpeshherë te ne mundohen fëmijët e tyre të mësojnë Kur'an. Kjo është padyshim që është e mirë. Dhe çdo herë i dërgojnë që të mësojnë hifz. Kjo është shumë e mirë. Mirë, po çdo herë harrojnë që të mbjedhin vlerë atyre. Për shkak se fëmia i cili e mëson Kur'anin, ai nesër ka më qenë si një lloj papagalli i cili vetëm se përsërit, ama nuk di, nuk kupton për Kur'anin kurrë. A realisht Kur'ani ka zbrit që të lexohet, që të meditohet, që të mësohet dhe të punohet me të. E nëse fëmia nuk i mëson vlera atij, ai nesër ka për me dalë afës, për ata s'ka dyshim, ti mundesh me u gëzu si prind, ama nesër ka me qenë vjetës, dhe ka me gonjy, dhe ka me mashtru, dhe ka me tratu, dhe nuk e ka problem me i thyj ligjet Allahut pas një problemi që. Pse se të ai nuk ka në shpirtin e tij të mbjedhur vlerë, po të ai thjesht është mësu diçka përmendsh dhe ashtu ka vazhdu. A realisht duhet, kjo është mendim jem personal, unë e shoh që ma e shtrejt është ti mbidhet një vlerë, se sa ti mësot Kurani përmend shkrejt, e nesër dale afës pa vlerë, se sa nesër ti bën shafës, po bash me vlera. Që hifzin e Kuranit kur do e mëson? E mëson edhe si fëmijë, e mëson edhe ma vonë, e mëson edhe në pleqëri, nuk ka problem. Ai i cili e do librin e Allahut, ai lidhet për të. Sahabët ka pas për tyre që nuk kanë qenë hafëzllar, edhe numri i tyre ka qenë i madh. Megjithatë, kur kanë lexuar, atë që e kanë lexuar, e kanë medituar dhe kanë punu. Prej tyre ka pas që e ka di suratul Bekar, mirë po duk shumë i madh në sytë e njerëzve, për shkak se ka punu me atë, krahasim me një që mundet sot e di Kuranin krejt, edhe ndoshta mundet me krenu dhe me shku mendja me thonë sahabët se kanë ditë unë e di, unë jam shumë i madh. Nuk është e vërtetë. Ti je shumë i vogël, për shkak se realisht puna me Kur'an është shumë e rëndësishme. Përmes se mundohej të ashtrënjose ato vese që i kishin shpirtin e tyre. Dhe mundohej që t'i binden formën, metodën më të mirë, sepse realisht e jona është që ne ta përdorim edukatën format më të mira, më të bukura që jep Islami. Edukata e rrahjes është e fundi që thirr Islamin te, nuk është e para. Qemi qartë, çështja e rrahjes së fëmisë është e fundit që diskutohet, e fundit, se para asaj ne i paraprin shumë mënyra dhe shumë forma tjera. Edhe normalisht rrahja sipas rregullave të veçanta, do thot me kriteret të veçanta. Përmes se një djalosh i cili shkoi atij pranë dhe kërkoi leje që të bëjë zina. Paramendoj ti tash me tar dikush edhe me thonë më jep leje me bën zina. Sahabët normalisht nisën diskutojnë edhe i vërsulën, ju vërsulën, që shiko mundësi ti me kërku përmes se me bën zina. Mirë po megjithatë përmes se më çfarë i tha afro. Pasi që afro tha ul. Tha ti a kishe pas dëshirë që kjo t'i ndodhe nënës tënde? I tha jo, Rasulullah, jo. Tha mirë, ti kur ban zina me një gruash, nëna e dikujt. A kishe pas dëshirë që t'i ndodhe kjo bijes tënde? Tha jo, ja Rasulullah. Tha po kur ban zina me dikën, është bija e dikujt. Tha kishe pas dëshirë që të bësh zinon, që të bësh zina dikush me motrën tënde, tha jo, ja Rasulullah. Po ajo është motra e dikujt. Pastaj vazhdoi, tha halla dhe teza derisa në fund pasi që i shpjegojnë këtë formë, përmes se e vendoi dorën e tij mbi ta dhe tha Allahumma kfir dhanbahu wa tahhir qalbahu wa hasin farjahu. Tha o Zot, tha falja atij gjunohun, pastroj atij zemrën dhe ruja atij organin, që mos bien zina. Për asaj dite, ky xhalosh nuk i shkonte mendja më në këtë kërkesë. Kjo formë e edukimit është formë e rëndë, nuk është formë e lehtë. Megjithatë prej edukatorit kërkohet durim, sabër. Nuk kërkohet prej tij ashpërsi dhe vrasësi. Zatën ku ka vrasësi dhe ku ka ashpërsi, nuk ka bereqet dhe çdo gjë shëmtohet. Siç ka në hadithin e pejgamberit, në çdo gjë që ka butësi, ajo gjë
zbukurohet. Çdo gjë që ka vrasi, ajo gjë shëmtohet. Me një ditë tjetër tha pejgamberi, Allah është i butë dhe do të butën. Prandaj ajo që jepet në butësi nuk ka mundësi për mu dhonë nashpërsi. Pejgamberi kur hyni një beduin, hyni në xhami. Edhe gjëja e parë që e bëri ishte urinimi i tij në xhami. Parandoj ti tash me tar dikush në xhami edhe me urinu. Çka kishe për me vepru? Ke për muçu edhe për me rre, edhe për me mundu dhe me bë tem diskutimi me ditë me javë e me marrë si shembull atë njeri për të keq, ai ka qenë një beduin. Ai ka ardhur prej shketine. Ai nuk ka pas qasje me çështjet e civilizimeve sepse realisht beduinët janë njerëz shkretinës, janë më tash për natyra është e tillë, se vendi është i tillë. Edhe ka ardhur ka urinu, ai nuk e ka ditë. Edhe pejgamberi çka i tha? E mori afër i tha, o ti filan. Tha ti erdhe tha urinove në xhami. Xhamia nuk ka vend për më urinu. Xhamia është vend për me përmend Allahun edhe me fal namazin. Edhe i urdhëroi sahabët ta merrnin një kovë hedhën tha ujë në atë vendin ku ka urinu. U kryi çështja çaç. Mirë po gjurmët cilat ishin? Ky njeri nuk kishte më dashur për të se sa pejgamberi se sa me pasien ne ai kishte për me na urrej deri ditën e kiametit dhe nuk kishte për me në xhami më kurr. Edhe zatën shpeshherë ka ndodhur njerëzit të cilët kanë ardhur mos kanë në xhami pse? Shkaktor, kush ka qenë? Ka qenë do thot vetë xhamati për shkak se edukata e tyre ka qenë e keqe. Forma e edukimit nuk ka qenë forma e edukimit mirë. Nuk është çdo herë e drejtë që ti vesh me shpreh, që forma e shprehjes është shumë e rëndësishme. Po unë pja kallzoj hakin. Tamam be. Po pja mëse ma ka kallzu hak. Tamam. Ama dush me di se si me kallzu. Edhe dush me di se kujt me kallzu dhe dush me pas parasysh çat natyrën e njeriu që e përmenda më herët, sepse njeriu është i tillë, edhe njeriu normalisht që njeriu prej qetrit dallojnë, edhe secili prej neve i ka ato rregullat ose karakteret e veta, tabiatet e veta që normalisht mundet me pas ndikim çështën e edukimit. Të lutem Allahun që Allah zotë na edukoj me formën më të mirë, me edukatën më të mirë dhe lutem Allahun që ta bën edhe për çert që me edukator të mirë. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum walhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. E përmenda dhe më herët që nga njeriu duhet me pas parasysh do thotë çështjen e edukatës dhe çështjen e edukimit të realisht edukator, qofsh për veten apo qofsh si prind për fëmijën apo për tjerë, që apo pavarësisht do thotë kush ai i cili edukon. Nga njerë do thotë njeri duhet me pas parasysh çështjen që mos bie shkak edukata e tij, forma e sjelljes tij, mos ta çojë deri në një gabim shumë më të madh. Se këto gabime më të mëdha pastaj edhe marrën përmirësuar. Shembull më të mirë e ke pejgamberin se vet. Pejgamberi se edhe pse i dinte hipokritët, munafiqët, megjithatë pejgamberi se nuk i luftoi. Megjithatë nuk i shpalli luftë. I njihte mirë, e dinte mirë besimin e tyre dhe e dinte mirë emrin e tyre. Megjithatë pejgamberi se heshti. Kjo heshje e tij nuk është dobësi dhe nuk duhet asnjëherë që të llogaritet dobësi. Dhe kjo heshje e tij nuk është gabim në edukim, jo. Heshja e tij ka qenë për një arsye, që njerëzit mos mendojnë që Muhamedi po i vret shokët e tij, sepse normalisht me një shoqëri ku janë musliman nuk mundet qetëri për mi dallu se cili është hipokrit dhe cili nuk është hipokrit. Përveç atyre që kanë shenja qarta të dukshme, mirë po për një jo musliman normalisht gjithë janë njëjtë. Edhe për ata secili është i njëjtë. E prandaj duhet me pas kujdes. Se nganjëherë gabimi në veprim mundet që të çojë me një gabim shumë më të madh që pasohet, më vonë do të jenë shumë më të mëdha, edhe normalisht pastaj edhe përmirësimi, korrigjimi do të jetë shumë më i rëndë. Duhet të pasim parasysh një çështje tjetër, që nganjëherë nuk duhet për me këmbgul përmirësim të shpejt, se ka për njerëzve që kanë varësinë disa prej gjërave. Shembull dikush ka problem me cigaran. Cigara është haram. Tamam. Ama shi për me lënë thotë ran, pse ran për shkak se është i varur prej saj. A mundet me lënë me për Allah këtë i bën. Ama nuk mundet trupi i tij për me qëndru ashtu, njeriu nganjëherë si mendon, për shkak se pastaj ka kriza, e kur ka kriza pastaj edhes. E prish domethënë betimin e tij, e prish domethënë qëndrimin e tij, dëshpërohet edhe më vonë do thotë nuk e le. Dikush ka problem me alkool, dikush ka problem me drogë, dikush ka problem me zinë, dikush ka problem me probleme të tjera. Disa gjëra nuk përmirësohen lehtë, andaj mos prit rezultat me një herë. Mos prit. Edhe gabima shpeshherë kur e shef dikan me një herë i drejtohesh për shkak një harami, ti duhesh me lën këta, ti duhesh me bë këta. Ai e di. Ka prej tyre që shumë e din gabimin e tyre. Po janë pafuqishëm kundër shpirtit të tyre. Epshi i tyre është më i fortë. Ata duhet mi forcu pak. Edhe sahabët e kanë pi alkoolin një periudhë gjatë apo, po flas pasi që ka ardhur Islami, derisa ka ndalesa. Ndalesa ne e dimi gjithë që ka ardhur gradualisht, shkallë, kanë ardhur ajete, sqarime, pastaj është ndaluar çështja kur ka qenë vetëm se namaz, derisa në fund ka ndalesa
e plot, e krejtësishme, pse për shkak se kanë qenë shumë të lidhur për alkoolin, derisa e kanë emërtuar alkoolin me shumë emra në gjuhën arabe. Shumë emra, atë shumë e kanë dashur. Ama përmirësimi nuk ka qenë me njerësh. Edhe ti kupton një realitet, se disa njerëzit që janë varur prej disa gjunave nuk munden për me praktikë për më njerë. Duhet pa kohë, po dush mi dhon kuraj, dush mi dhon vullnet, mi a tregu, mi a qartësu gabimin e tij, ta kuptoj realitetin ai vet, ta kuptoj që gabon, nëse ai mundohet edhe bie ti jepi kuraj që çohet apet, se 1 herë, 2 herë, 3 herë, 4 herë, 5 herë, dikur me lenë Allahut përmirësohet. Zatën për me pas sukses, një prej synimeve është që këshilluesi, edukatori, mësuesi, hoxha, kushdo që është edukator, prindi, me qenë i sinqert, dhe vepra e tij me qenë veç për Allahun. Mos jetë për mendjemallsi, mos jetë në shenjë hakmarrjes, që do që të hakmerrit ndaj dikujt e pastaj ta përmendat, jo. Për shkak se çështja është thjesht për Allahun azza wa jall. As mos kërkohet autoritet të njerëzit. Ka mëse se për këtë arsye e rriti çështjen e niyetit dhe tha innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Tha vepra shpërblen sipas niyetit dhe secili e merr atë që e ka pas në niyetin e tij. E nëse ti mundohesh për një herë me përmirësu një person që prej ti kërkohet një periudhë pak më gjatë përmirësimi, ti vetëm se e thyen edhe nuk ka mundësi ai të përmirësohet dhe ti shëm vazhdimsi që vazhdon me të njëjtin gjunat. Çështja tjetër me rëndësi është pohimi i gjunat. Personi ta kuptoj që bën gjuna, se nganjëra ai e bën po nuk e di. Shembull më praktik. Vjen xhami, e shef një falet. Edhe shef që të shikon, apo? Edhe shpesh ka ndodhur dhe ne shpeshet tollim me këta persona, marrësh është gabim. Falesh, edhe rrugës kur shkon, i thu selam aleikum. Ai ashtu fal, apo? Një plak ose kushdo që ka dhe i ri namaz. Edhe ai thot aleikum selam të fal. Edhe ti janis më kesh. Edhe ban tem, thuhe po filani tu i dash selam me më ktheja peshe. Tamam, ama dhe ti kanë drejtë gjithashtu. Ama po harron. Na shtati bile i kanë edhe më keq. Ama po harron. Çaj plakin nëse e ka rënë derin, i ka rënë namazi se ka fol tamam. Ama ka qëndru si burë në shumë aspekte. Ama ti me marrë me takshiri historinë tane e ki gërdi. E tash Allah ta ka mundësu me marrë një lloj dije. Edhe tash janë nisë mu krenu mu burë me dije dhe në fund çka ban tallesh me njërin e shkret, i cili ka hyrë namaz, edhe ti jep selam, ai jep thot aleikum selam. Pse se nuk e di që nuk lejohet për më fol. Ama ti e shkakton, ti e nguc. Apo ti e nguc, se ti e shef, ai hin namaz, fillon për me shikuar më gjallë, shikon përpjet, ai nuk e di. Ai nuk e di që nuk është mirë por që shikimin e ty me qumë majtë në gjatë. Preferot me shiku në venin e sejshës, ai nuk i dit, po i du të me mësu dikush, normalisht është, Allah të e kanë qatë pun, edhe ti, qka dit du shumë, me mësu, qatë pun e ke, nuk e pun qëtër, nëse dëshiron për me bo khajr, edhe për më koni dobishëm, ama për me kesh, për me përbuz, për me nënshmu, jemi të partë, mashallah. Unë e thash, me nëzi presim me dol një lajm, për një gjuna, për një gabim, një personin, veçanti që e njohim, edhe të bëhet diskutim i ditës, e i javës, e i muajt, deri kur, deri mos atë doli një temë qëtër, se nuk kemi tema qera shka me diskutu, apo? Gjithmonë këto problemi i kemi, ama me korrigju jo, me korrigju nuk kemi gjotët, për shkak se ne vetë realisht nuk kemi në gjendje për me korrigju vetën tonë. Muawiya ibn al-Hakim thot, kur erdha, edhe ka pranu islamin i rinë islam, ka hyrë namaz, për mja bo me dije që ka boj, se kur të shtiti njoni tha, kur të shtiti njoni foli Muawiya ibn al-Hakim, a i se dinte, tamam, ma vonë e kuptoj, ama e kalzon situatën e ti, mere që një hadithin e ti, se si ka qenë, e ka bojë pa dije, se s'ka dit, nuk ka dit, e njëjta, ka qenë për atë personi cili erdhe dhe u falë disa herë, ta mesën se me ktheu, edhe i tha ktheu, për shkak se nuk e falë tamam, ktheu dhe falë, edhe i tha jara, shua po mëson, se nuk di ndryshe, edhe për mëse me mësoj, njëjtën gjë e bani Usame ibn Zeid kur ndërmjetësoj te përmesësen për atë grua e cilë kështë pas vjet. E i tha, o Usame, tha ti për ndërmjetëson për një dënim, që është dënim prej dënimeve të Allahut që duhet ekzekutimi qëti pa qëtërsushëm, përmesësen do thot u aqetësonte, i mësonte. Edhe kur e kishin gabim, normalisht që ata e kuptonin pasaj, do thot gabimin tyre dhe vetë mundoheshin qëtë përmishëm. Po është prej kriterjeve që duhet me pas parasysh është janë dallimet mes atij që gabon me dije dhe dallimet mes atij që gabon pa dije. Se dikush gabon me dije, dikush gabon pa dije. Pastaj duhet me pas parasysh dallimin mes atij që gabon ndaj fesë dhe që gabon ndaj çështjeve personale, ndaj njerit. Këto janë dy dallime të mëdha, edhe pse nganjëherë mundojmë ti mbulojmë njëra me tjetrën me qëllim që shprehim hakmarrje, më gabim është. Për shkak se gabimi ndaj fesë dallon krahas gabimit që bëhet ndaj një individi ose ndaj një njerit. Pastaj duhet me pas
dallim gabimin e të madhit me gabimin e të voglit. Gabimin gjunajnë e madh me gjunajnë e voglit për shkak se shariati i ka dallu. Edhe normalisht edhe ne duhet me pas me dallu. Po ashtu duhet me pas parasysh dallimin mes atij që ka të mira sa malet dhe gabon. Dhe mes atij i cili ka gjunohe sa malet dhe gabon. Sepse ne shpeshherë atë personi i cili është i mirë dhe gabon, aq shumë e qortojmë, derisa ja mohojmë çdo të mirë dhe çdo të vlerë që e ka. Kurse ai i cili është gjunaçar dhe gjunat e tij janë dukshme dhe i bën haptazi, atë mëshirojmë. Pse se thot ta mëshirojmë, ndoshta pe kthejmë, ti e largon një i cili është i mirë dhe dëshiron për me afru një i cili është i keq. Jo që gabim është me afru, është mirë, po duhet pas parasysh edhe aspektin e qortimit se si duhet për me qenë dhe niveli i atij që ti e këshillon në zemrën tënde ku duhet për me qenë. Se dallon një burr i cili ka këtë jetën e ka dhënë me islam, edhe ka gabu dikun me një burr i cili këtë jetën e ka dhënë kufër edhe në harame, edhe ka sulmu islamin edhe në fund një fjalë thot, ai bën për mashallah kurse ti bësh më i poshtri edhe më i keqi. Kështu jemi ne. E këto dallimi islami normalisht që i ban edhe kërkon prej neve edhe ne që ti dallojmë e andaj do thot duhet me pas parasysh çdo lloj dallimi dhe me ditën se si me qenë edhe këshilla dhe edukata dhe përmirësimi dhe korrigjimi. Elus Allahun që na përmirëson, elus Allahun që gabimet e tona Allahu xhel të na i fal, të na i mbulon dhe të na mëshiron. Elus Allahun xhel që të na mundson që jemi prej atyre të cilët edukojmë edhe korrigjojmë, fillimisht me veten, me familjen, pastaj edhe me tjerë. Elus Allahun që çdo musliman edhe musliman të gjatë të dhikr Allahu të mëshiron. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salam.